Me muzik, buzëqeshje dhe një atmosferë familjare, sot në Shkup u mbajt pikniku i 11 humanitari punonjësve të kompanisë Alkaloid në patronazhin e fondacionit Trajqe Mukaetov. Ngjarja u zhvillua në kompleksin Potkovica në lagjen Hipodrom dhe u shndërrua në një ditë të veçantë jo vetëm për punonjësit dhe familjet e tyre, por edhe për komunitetin. Përveç argëtimit dhe shoqërimit, pikniku kishte edhe një dimension human, pasi Alkaloid i dhuroi një donacion të rëndësishëm prej rreth 1.8 milion denar kryqit të Kuq. Në këtë rast, drejtori i përgjithshëm, kryetari i bordit të drejtorëve të Alkaloid dhe presidenti i fondacionit Trajqe Mukaetov tha se humanizmi është forca që i ngre njerëzit lart dhe këtë vit i vizualizuan përmes simbolikës së një tullumbace me ajër të nxehtë, të ilustruar në bluza të dizajnuara posaçërisht për këtë rast, përmes të cilave punonjësit e Alkaloid, antarët e familjeve të tyre dhe miqtë e tyre mblodhen rreth 1.8 milion denar, të cilët do t'i dhurohen kryqit të Kuq të qytetit të Shkupit dhe do të përdoren për të mbështetur shërbimet sociale për të moshuarit. Të moshuarit, mençuria dhe përvoja jetësore të cilëve meritojnë respekt, vëmendje dhe mbështetje, janë një pjesë e vlefshme e shoqërisë. Mendimën tonë, aktivitetet dhe iniciativat e kryqit të Kuq të qytetit Shkupit, që synojnë shërbime sociale për njerëzit në moshën e tretë, ne besojmë se së bashku mund të krijojmë kushte që pleqëria të jetë në periudhë mbushur me dinjitet, siguri dhe ngrohtësi njerëzore. Humaniteti është forca që i ngre njerëzit lart, dhe kjo është arsye se pse përmes kësaj mbështetjeje duam të ndihmojmë të moshuarit të ngrihen mbi sfidat dhe të kenë një jetë më të përmbushur dhe cilësore. Ndërkaq, sekretarja e kryqit të Kuq të qytetit të Shkupit, Suzana Tuneva Paunovska, falenderoi për mbështetjen dhe solidaritetin, duke shtuar se një nga misionet e tyre është që t'i ndihmojnë njerëzit në moshën e tretë, të kenë një pleqëri dinjitoze dhe të sigurt. Të moshuarit mençuria dhe përvoja jetësore të cilëve meritojnë respekt, vëmendje dhe mbështetje, janë një pjesë e vlefshme e shoqërisë. Mendimin tonë në aktivitetet dhe iniciativat e kryqit të Kuq të qytetit të Shkupit që synojnë shërbime sociale për njerëzit në moshën e tretë, ne besojmë se së bashku mund të krijojmë kushte që pleqëria të jetë një periudhë e mbushur me dinjitet, siguri dhe ngrohtësi njerëzore. Humaniteti është forca që i ngre njerëzit lart dhe kjo është arsyeja pse përmes kësaj mbështetjeje duam t'i ndihmojmë të moshuarit të ngrihen mbi sfidat dhe të kenë një jetë më të përmbushur dhe cilësore. Kompania ka krijuar një partneritet të gjatë humanitar me kryqin e Kuq, duke mbështetur këtë organizatë humanitare si në fushën e aktiviteteve sociale dhe humanitare dhe përballimin e krizave dhe fatkeqësive, ashtu edhe në fushën e dhurimit të gjakut. Kujtojmë se pikniku i parë humanitari Alkaloid në patronazhin e fondacionit Trajqe Mukaetov u mbajt më 3 shtator 2011.